Selamu alaikum të dashur miq të RTI-s, mirë se po takohemi sërish si çdo të ditë duke filluar nga ora 21 me emisionin Rruga e Ndriçuar me juve si gjithmonë, por dhe me të nderuarin hoxhën tuan dhe tuajin profesor doktor Shefqet Krasniqi. Të dashur miq, emision Rruga e Ndriçuar me hoxhën profesor doktor Shefqet Krasniqi, përveç pranë ekranit të RTI-s mund ta ndiqni dhe në kanalet personale të hoxhës në YouTube dhe Facebook profesor doktor Shefqet Krasniqit. Po ashtu mund të shkruani dhe të telefononi në numrat kontaktues 046 22 0022. Hoxhë nderuam, selam aleikum. Aleikum selam. Mirë se po takohemi si çdo të ditë me emision Rruga e Ndriçuar. Allahu ju nderoft ju shpërbleft për përgjigjet dhe këshillat që po na japni. Hoxhë më një herë regjia na bën me dije që kemi një linjë. Selam aleikum. Aleikum selam. Keni pyetje, spari faleminderit që telefonuat. Faleminderit për ju dhe të njëjtën kohë përshëndesim doktorin e çmuar të nderuar profesorin Shefqet Krasniqi. Kemi një pyetje për hoxhën e nderuar. Po nani? Hoxhë duke pas parasysh që është një hadith i pejgamberit i cili nuk lejon domethënë prekjen e vetllave nga ana e femrave. Unë kisha një pyetje për të mashkujt, a lejohet prekja e vetllave në këtë rast shkurtimi tyne me maqinë që i bojnë zakonisht berbera, sepse në ditë për ditë është mumi preki berberi faktikisht pa lejetimin, por mandej kur e lexova ose niva këtë hadith pak a shumë shkoj mendja, thash mos është gjuna edhe për ne mashkujt, si do të qoftë që mi prejnë me makinë. Domethënë kjo ishte pyetja ime për doktorin e nderuar. Allahu ju nderoft ju shpërbleft, mos harroni të na thini përsëri. Faleminderit shumë. Përse pyetja është e qartë. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Falenderojmë Allahun e madhruar, salavat dhe selam pejgamberit e bekuar, shokëve të tij të nderuar, familjes së tij shumë të respektuar, dhe të gjithë atyre burrave dhe grave të cilët rrugën atij burri të madh e kanë ndjekur dhe kanë pasuar derisa kësaj dite dhe ata të cilët vinë pas nesh deri në kiamet. Pastaj shkurtimi i vetllave në veçanti nëse ato rriten dhe dalin jashta normales, apo edhe pengojnë nga njëherë në shikim, pengojnë syrin, nuk ka dërt me i prej me gërshër ose me farmacinë në flagëve, nuk ka dërt. E të shtyrëve në mosh, vetlla të rriten më shumë, të rive fëmijëve më pak. Andaj të rit nuk kanë nevojë, ndërsa të vjetrit shumë prej tyre jo të gjithë kanë nevojë. Hadithi ka ardhur për gratë, sepse gratë janë ato të cilat fokusohen në ndryshimin e dukjeve të tyre. Madje e pjesë e kësaj është edhe nukja e vetllave. Kështu që hadithi ka për qëllim tekstualisht an-namisat wal mutanammisat, Allah i mallkoft ato që nukin vetllat dhe ato që u anukin aty në vetllat. Me i nuk vetlat për mi që manalt. Që bojnë sa të farë? Allah ka falë vetlën, aja shkane qënë manalt, e nuk të krejt. Dhe konsiderohet për harameve të mëdha, sepse ka ardhë shprehja lanet, mallkim. Në çdo veprim, në kuptim negativ gjëna, se veprim është edhe sevap unë e mirë, në mallkimi s'vjen për sevap. Në çdo qortim, në çdo punë të ligë, gjëna që themi ne, që i paraprin, apo pason hidhërimi i Zotit, mallkimi i Zotit, kërcënimi me ndonjë ndëshkim,
Për shembull, kërcënimi 3 persona, Allahu nuk i shikon ditën e Kiametit, kjo kërcënim. Nuk i shikon. As nuk i spastër për gjunaheve. As nuk i fal dhe për ta ka dënim të rëndë. Këtu nuk i mallkoj, por i kërcënoi rëndë. E që është, më të bëndul khamrë, konsumusi i alkoholit, o lë aku li validejn, a i cili nuk i respekton prindrit, o të dejuth, a i cili pajton imoralitet familjen e tina. Por është sekur në këto veprime, është sekur kërcënimi. Gjithmonë kur ceket, hidhrimi, mallkimi, ose ndonjë kërcënim, për anës e Allahut Azza wa Jall, apo për pejgamberit alayhi salatu wa salam, që ajo është përcjellës mesazhit Zotit, automatikisht, pas një dilim, kuptohet se një veprim i tillë i ndaluar është haram prej harameve të mëdha. Sekon këtë rast nuk ja vetllave. Po mos të ishte mallkimi, po të ishte vetëm ndalimi. Sigurisht se shumë ulema do ta kishin bartur në mekruh që themi ne. Atje në fiqh. Mekruh është veprim i qortuar, jo i pëlqyer, i qortuar, por jo në grad shumë të lartë, ekstreme, e që quhet haram i prerë. Pra kjo ka ardhur, ky kërcënim, ky qortim i rëndë, respektivisht mallkim, ka ardhur për femrat të cilat i nukin vetullat, i shkollin, i nukin, e pastaj vizatojnë më lart. Kështu kanë vepruar në gjahiljet, kështu veprojnë së kësaj dite. Por edhe për femrat, edhe për moshkët, nuk ka ardhur nëse i prejnë, por nëse i nukin. Tash, premja e vetllave, shkurtimi i vetlla futet atë, e ja bën nga që nuk futet. Në veçanti, nëse vetullat janë të mëdha, të gjata, siç thash, për njerëz që shtyrën mosh, apo për dikën që lidh me vetullat të mëdha. Madje ka dikush që i kapën vetullat, janë motra, vajza që i kapën vetullat. Dhe i trashën shumë. Tash është e vërtetë se vetlla është pjesë e bukurisë së femrës. Gjithmonë pas ka qenë kjo. Kjo pas ka qenë me mija vite. Vetulla, pjesë e bukurisë së femrës. Tash, nëse ka vetlla të trasha, ose të kapta, kjo është për te normales. E shkurton nga pak me gërshar. Sa i kthen në normalitet, por nuk i nuk. Kështu që atë që është vepru me ty, është në rregull krejt, nuk e gjëna me emër të Zotit, s'ka arsye pas gjëna. Po gjendëruar, nda bëjmë dhije që kemi në telefonat në linje. Selamu alaikum. Selam aleikum, përshëndetje. Dërsa me pyetua që nëse e kom bërë këtë pyetje në ajat, por unë e kom marrë do të thotë ujë Zamzam që është liberuar nga Medina, por në Prishtinë kom gjetë te xhamia, te 4 lullat me ble, dhe në ndër tjerash pronoi i aty bekari Islam më thotë që unë nuk më garantë po që qasjohesh, por e marrë për i dore sigurt, dhe se me s'mekani sigurt, unë nuk më baj. Me pytja për gjallon në Kosovë, më ka rastë me pyt, pëtojnë që ata mund të vije për Medines në Turqia dhe mund të furnizot Kosova pa probleme gjejnë, më ka rastë me bezlu me agjencione që qënë për atje në Mekë, do të thotë për umre, dhe thonë që është problem shumë i madh për me shtinë Kosovë, sepse ata më në mënyrë jo të sepse bajage ligjin e Arabinë Saudite nuk e janë shtit blerën jashtë Arabisë këtë. Për atë arsye deshta me vetë hoxhën nderuam me shefet Krasniqin, do të thotë se kjo është mandi edhe më medicant më mirë, sepse është Islam, për bindjen tonë akshemujt vëllai jam e dhoni se ardhem të lutem, sepse po më duan të përdor. A bën mundësi bispak, lutem. E ke fjalën ujin Zemzem që e blejmë Kosovë, a është ujë Zemzem sakt apo jo? Kjo është pyetja jote? Po, çaj është. Po.
Allah nderoft. Edhe me gjërësisht nuk e di am kuptuat, sepse me pyet lekalin islam, atë që mes me kanë i sigurt, unë e kam bën lekal, por me garantu nuk më garantu. A është të Brazil nuk e di. That që unë ne e morëm në mënyrë të jo të rregut, sepse ai faktikisht me mënyrë të rregut nuk mund me hi për Arabia Saudite, apo kupton. Unë pyet Pierre Hoxhallovan ka rasti kompjutet po pa problem gjen në Kosovë, jo vetëm në Prishtinë, por në Kosovë gjen pa problem, sepse për fusin gjinja. Me pyet agjencionin që çan për umre, më ka me pyet agjencionin e Prishtinë, thotë që ai çka bën kiamet, saqë sa mërmendje, saqë 0.2 ose 0.1% më shtim, pavarësisht të Allah nderoft. Faleminderit lutem se linja tjetër përpet në radhë, të marrim përgjigjen për Hoxha. Allah nderoft. Faleminderit shumë. Asnjë problem nuk është për Arabi Saudite në prujzëm. Kush tha që nuk mund të shti? Kush tha? Në Arabinë Saudite, në për aeroporte, qoftë në Gjidde, qoftë në Medinë, pasë material, nëse nuk gaboj, është me ble 5 litra ujë, zemzem, të paketuar. Paketim të cilin e pranon edhe agjensioni fluturimeve, pas një problem. Veç e qanë atje të checkingu, ta në gjithë atëfar tiketi që atë quat ajo, e thë që këllin që atë benën atje. Ta në gjithë emrin atë, numër e biletës, edhe e mërë në Kosovë. Edhe umrëziti kanë gratis ka 5 litra? Jo, gratis varet e nëse për agjensia. Që kjo është që aty blehen. Po tani gratis agjensia e transportit, të aviacionit, turkishë me qanti, nuk janë nëmëran branda kilazhës umregjisë. Të ki e engas. Pra, pëse ki 5 litra më shumë, pesh, ato nuk të konsideran. Ato ki gratis. E agjensia që të qënë nëmre, aje mundet me ndëru umregjit, me që ato 5 litra me dho, me paguaj e vetë, por nëse pagunej, pagun ti. E rëndësishme është se ujën me vull të sigurt e merë në Medinë dhe merë në Gjidde, në aeroport, edhe bjenë në Kosovë. Kur mënesh me pru 5 litra, pëse mënesh edhe 50? Se të 5 litra mënesh me pru edhe 50 tjera, me thonë unë i paguj tash, e paguj të transportin. Po kusht nalë? Kusht nalë? Pa është biznes atje. Për që ta agjensi që e shesë për flasë. Aviacioni ka biznes gjithashtu, ta bjenë di këto. Tek ne pas ta në Prishtinë këtu, në Dogan, në aeroport. Qëka të thojnë këta, nuk e di, por nuk e besej që asta ta nalin. Nuk e besej. Agjensit tani marrën ujë ma shumë. E të shëbin këtu në nuk e di, por a është mundësia me prujtë zemzem po sa të dush. Pas një problem e që. E tani ndërgjegje aty në këto. Ndërgjegje aty në këto. Runa, zët, a bojnë e falsa nuk bojnë, atë dorën, zemë, shëtë popullë dorën të varis me ishtive në përkërkan. As me babin nuk moj. Por a është të mund që me prujtë zemzem po sa të dush, pas një problem e që. Dhe funja ne ju besojmë njerëzve, sepse me beske me ardhë në dini, ju besojmë njerëzve. Nëse rejnë e kam për veti. Sigur se më falë një qëto, se me shku të qaj që thirë që këtë telefon, në shpitina me thonë kohë namazet, ka kiblat që kënej, dhe falëm. Ma zëtër dite, në të regën të kushë, ma ka bajgarë me juaj, se së falët heq. Që shka bajgarë me nevaj? Pajnë athë ne vetëm, ka kim ne i besum njerit. E kemë obligim ne me përsërit namazin? Jo, e kemë besu njerit. Këto që ne me beske, me ardhën din, me beske besojnë e njerëzve, thot dhe kështë ta uj, a bënë më marrë avdes me shta uj, po të pa qëto, marrën avdes, falna. Mas andej, spjegon dikush, a kupton dikush, se ujtë në pas ka qenë të pastë, unë këmë besu njerit, jem falë, këmë marrë avdes me këta uj, nuk kam nevoj përsërit namazin, sepse ne i besojmë njerëzve, me beske me ardhën din, jështë desant ka nevoj me na bobe, jështë desant ka me nasil neve fakte, qëfar fakte me nasil neve, për u zemzem, me shku në laborator atje me vërtetue, ja, mëse kemë natë,
se kemi atë detyrim, atë obligim, se kemi ne. Po. Allah nderoft, kemi telefonatën tjetër të radhës në linjë. Selamu alaikum. Aleikum selam. Faleminderit që keni telefonu, Allah ju shpëlbeft. Keni pyetje për Hoxhën? Po, sigurisht, i kom dy pyetje të shkurta për Hoxhën e nderuar. Hajde bismillah. Puna jonë që jemi të mbulumena motrat. Po. Tash që po vjen dimri, po vishim pantolla. Unë personalisht po visi pantolla kështu të gjona që ona majot që duket trupi. Edhe për mi pantolla tani po vjeni qempero ose pollaveri gati deri te gjujt. Është gjyna që to deshta me pyetja parë, e dyta është nona jam falet, po nuk e din dovat, nuk e din surët, ajo falet veç që shtot Allahu ekber, elhamdulillah, qysh din ajo po falet. Po. Pa i pranohet që to deshta me ditë. Diçka për çet pyetjen e dytë ka fol Hoxha javën e kaluar se ka bëj. Allah nderoft. A dimin do recatët nona? Po na? A din për shkak me fal Yasin 4 recate? Po i din krejt fal vitrin, i fal të krejt i fal, elhamdulillah. Allah nderoft. Allah ju shpëlbeft. Amin gjithve, faleminderit shumë, selam aleikum. Selam. Po kemi fol javën e kaluar, kemi fol 10 herë. 10 herë kemi fol për këtë çështjen, për ata të cilat veçantia të nana, e gjyshet, të cilat janë analfabete, të cilat nuk e kam mësuar kush më fal dhe impleçni, apo dini shkrim lexim, kam mësuar ka pak, po do s'kam mësuar, kërkoj se kam mësuar. Çka të bëjmë? Më fal, çat formë, çat mënyrë që din më fal, do të më fal. Nuk është arsye me thonë nuk po di më fal. Ja. Sepse ke bie po për te më fal. Për te më janë nis. Për vazhdej qëtu që këma shdu dhe që tash. E jo, qëtu e prishe. Tash e prishe krejt. Dohet më fal. Qysh din, qysh të mundesh, dohet më fal. Me i tërgu Zotit tënë se o Zot, unë i përgjigjem urdhërit tëndë. Urdhërët është me ra Zotit në sejdë 5 herë në ditje. E unë urdhërën tëndë o Zot të që në vend. Sigur në Ramazan. Në Ramazan, krejt musliman të kanë në kry. Se është urdhër i prerë i Zotit. Nuk ka kompromis. Urdhër i prerë, pavarësisht, a vjen lehtë, a vjen vështirë. Të namazi, pavarësisht, a din asdin, urdhër i prerë, dhe të më falë. Këtu pavarësisht, a vjen rënda, a vjen vështirë, a të hatë buka, a të hatë buka. Kime agjeru, se është urdhër i prerë, edhe robi, muslimani, e kupton këtë urdhër shumë mirë, po flasë për agjerim, për ata musliman ta anë agjerojnë. O fjallë ato në shumis absolut, se ata që nuk agjerojnë së falë namaz, unë ty bendiku kanë atë imon tani. Tani ku i rënë imon nuk i dijes mes tynë dhe me Zotit, por ata që e nisë për gjenet, e që besojnë hak tamam, ditë në gjikimit, Ramazan e agjerojnë, si shqiptarët e tonë. Do shta mi 80% agjerojnë Ramazan. Por a kanë kuptu mirë Ramazan në urdhër i prerë i Zotit. Nuk bën me la. Edhe namaz është urdhër i prerë i Zotit. Apo më jepi hakin sa dohet, apo di që shkërkohet, apo mundem. Këto janë gjëra të cilat ka hapësirë me diskutu, ka frigë dhe dro se s'mujna me bë si dohet, po na që dina më falë, po në dhe të më pas dro frigë. Jo shpërqendrime, jo mos koncentrime, apo që ka mendja këndeje, jo për ashtin kohën, jo s'pe falë me kohë, jo për falë që shpejte, jo më ndisë për të me kry namazin, kem ka la blak edhe një arsye për me pasë dro, natyrisht, por me falë. Dhe që vim një diskutim këtë qështje, bile. Dhe resa, në pënën met, inshallah pënën met dhe i desë. Kështu që nëna le të falet që ashtu që është din, po. Pyetjen e parë, të veshim pantallona tash dimrit? Po. Pantallona që të gjanë, se gjatë po se po, të gjanë. Mita nuk i përshkruhet trupi. Është shumë me rëndësi. Prej kushteve të mbëlesës është mbëlesa me qenë që mbëlën krejt trupin për jashtim të fytyrës,
dhe shplakave të duarve. Që shka thonë pejgamberi Esmes, bijës e Bubekrit që ka pas motër të grus, a i motër Aishës. Oja, Esma ta shjerrit, nuk bën më të duk, për pas kësaj edhe kësaj. Illa hadha vë hadha. Këtë bën tash, nuk bën më të duk mu. Pra me qenë që mbëllën krejt trupin tesha, në ndë, me qenë tesha e pa të dukshme, që nuk shifet që ka në te, dhe nuk e përshkruan teshen që ka mrena, as trupin mrena. Dhe në tre, me qenë tesha e gjerë, e cilë nuk e përshkruan trupin, nuk i ngjitet trupit, më zëma keq, që shibojnë së të motrat tona. Ama më zëma keq, e më zëma keq, e më zëma keq, 24 orë. Që shveshen motrat tona, tesha të cilat edhe nëse janë të gjata, janë të ngjitura dhe të stërngjitura për trupi, sa që përshkruajnë trupin krejt. Dhe kjo është për harameve më të mëdha që ka mori bëni femër. E ta din motrat. Kjo është për haram më të mëdha që mund t'i bojnë motrat. Me vesh teshen e ngusht, e cila po, nuk është të i dukshme, e mbëllën trupin po, ama elementin e tretë, kushtin e tretë, mëse përshkru trupin, këta se ka. Për kondrazi, ke përshkruan trupin krejt femrës. Kjo është haram për harameve të mëdha, fatkeqësisht. Tani, kur motra vesh pantollat gjerë, edhe mbi pantolla vesh, deri ngun, do një bluz, do një këmish, do një mantil, ku ta di unë diçka gjatë, deri ngu, kërkën nuk i përshkruat trupi motrës. Kërkën nuk i përshkruat trupi. Edhe se e tilë kja, alhamdulillah për Zotit, i pletsaj kushtet në mbëlesës. Unë e di se mund të thot dikosh, po, deri shtu po, ama mës të ik fakti se kjo përvesh pantolla të të moshkëve, pejgamberi ka folë tani ka thonë, ka qortuar ato femre, ka mallkuar të cilat i përngjan burrave dhe ka mallkuar ata burrat të cilët i përngjajnë femrave. Që e tash na del një temë tjetër, po prapë ka të bëjë me veshje. Sahi, që ashtu është, se një hadith nuk mund që ikim. Është e vërtet, lanë Allahu, المتشبهين من النساء والمتشبهات من الرجال. Ka mallkuar ata burra që i ngjasojnë grave edhe ato gra që i ngjasojnë burrave. Në çdo gjë. Edhe në folur, edhe në tecur, edhe në veshje, edhe në çdo gjë. Por këtu tani ka gjëra tjera të cilat nëse him në detaje dhe shtjellojmë dhe i shofëm një nga një, vimni që pa dashëm marrë shumë kohë se mujna me bëha të temë, s'po du me ikë, pra du me shfryzu kohën. Veshja, jo domosdoshmërisht gjithherë, e çdo herë, është e përcaktuar për një popull apo për një gjini. Sepse ngjajshëm me te, është edhe ngjajshmëria me jo musliman. Ne, që kemi të ndaluar si gjini, me i përngjall gjinis tjetër në veshje, e kemi të ndaluar me i përngjallje besimtarve. Mirë. Por, kjo kuptim të ngusht, dërsa kuptim të gjerë, themi, nëse një uniform, një vesh e një kohë, e një periudhe, ka qenë vetëm për ju besimtarët, dhe identifikuar me to. Për shembull në kohërat e Abbasive, Temevive, pushtetet
sultanatet, kalifatet hershme. Shekujt e parë. Të krishterët dhe qefëtët të cilët kanë jetuar në nëmbrellën e shtetit islam, në Palestinë, që ka qenë të Palestina madhe, s'ka qenë atë Liban në Jordan në kështu, por Palestina madhe, Shami madhe i kanë thonë atëherë, e në Irak ka pas krishterë të cilët derisa që ato janë. Atët krishterë kanë bajt kapuqat të veçantë. Kanë bajt edhe teshat të veçanta. Tamam? Që fut në anën tjetër kanë pas teshat të veçanta. Mirë. Sot, fakti që bota është afruar shumë, edhe që thuhet bota është bërë së një fshat i madh me shumë lagje. Me shumë lagje. Ku lehte kanë më njoftu me zvete edhe me kuptu kjo lagje, edhe çfarë hana e lagje atje, edhe shqilmi ati lagjes tjetër, se lemu traditat e kulturën që ka. Janë ngrëshëtuar kulturat. E pjesë e kulturës është edhe veshja. Dhe ka marrë njëri prej tjetrit. Dhe se rrjedhoj pjesa dërmuse, madje absolute, jo krejt 100%, por absolute, muslimanëve, ju kanë bashkangjitur veshjes ta quajnë moderne të Perëndimit. Tamam? Dhe është bërë vesh edhe jo një tash, e muslimanëve. Për shembull turqit, se perandërit që na kanë sunduar neve, që kanë vesh? Shallvare. Apo? Krejt shallvare. Kanë e kesë në Turqi me shallvare. Disa tarikate sufive, apo disa pleqa ku ta diune. Një pjesë të vogël të njerëzve. Dhe kështu më radhë, një pjesë e madhe botës arabe dhe botës aziatike, ka muslimanit të tjerë. Andaj pra teshat e tyne jenë bërë dhe tonat. Dhe tash nin, të qëtu teshat që i vesh, aja arabe atje, turk, nuk i vesh pse jenë të ju muslimanit. Për kanë zdërnat vetat. Dhe tash njëti jena, situasit mjët njëti. Asë që shkën mendja, dhe asë që bën me atë njët, me vesh kostumet, teshat, 4 me tesha, pse i vesh dikush tjetër? Ja, ma qëfar. Andaj, ko ka gjashmëri këto? A shef se ke ndryshan? Ndryshan kje? Ndryshan? Shqiptarët e tonë kanë vesh tjerqe. Shqiptarët e tonë, ata të cilët kanë vesh kraf safar, që shpethoni kravata jo? Kollare, që i pëvash nësë se vëne dhe për ata se di dhe emnin. Ju që vëne një këtu kollare. Me shkue para luftës dytë botërore, mas luftës të parë, dhe të lufta e dytë, ata që kanë vesh Shqipëri, edhe mas luftës, Shqipërinë e madhe, që e kanë konsideru? Ose kanë thonë kaur, ose kanë thonë komunist mas në kohën e Enverit, apo? Ha, kjo ka qenë fyse. A në ashtë nuk o fyse, ka nëmëru ndërë me kanë komunist, se o bu me qafe komunist, por në fakt qëllimin e kanë pas të sjepi neve. Se me kanë të i neve, nuk e vesh kollarin. Dhe nuk e vesh kostumet, për rrën me tjerqi. Dhe ka puqin e barë dhe ma haramen. A kanë qështu? Qështu kanë kje pu? Dhe rëvonë ma dje. Por ka dalë, duke u rritë kë element, duke zgjeruar, o bo veshje këtë popullit tonë. Edhe hëgjallarve, të tëna. Një të njallët e motra tona, të gratë tona, fistana nuk kanë veshur, nana tona. Por kanë vesh dimia që kanë quajtur apo kule. Kështu që për me zëtëm, në bënë halat se zëtëm, por di që duke fillazimi, nuk i përqen ke fetfa, andaj mundohet me gjete pak ndoshta një justifikim për me thonë se hoxha për i letësen ose, nuk kam i letësu, for fetfa do të një përshtat njerëzve.
Fetfajin përshtat njerëzve duke rujtur natyrën e fetfas, duke rujtur shejtrinë e fetfas, për të njëjtin kohë duke kthyer rrethonat e gjendit që kemi në milletin tonë. Andaj nuk kemi nevojë nëse më thonë motra mos vesh një pantolla gjan që përshkruajti motra, sepse shumë mirë deklaru, pantolla gjan ku mbi to vesh deri ngu një tesh tjetër, çuje bluzë, çuje këmish, çuje mantill, se ti dush. Dhe pantollat e gjan, edhe kjo e gjan, dhe askund nuk i përshkruhet motrës trupi. As nuk ka të i dukshme. Me çfarë arsye thu motrës ti ke bo haram që dalë shtu në rrugë. Jo, Maria, nuk kanë rregull e punë, për fakt që ka vesh pantolla. Hiq elementin pantolla, nëse dhe vesh pijame, gjana motra, çka bëhen? Dhe me thonë tash haram apo ta? Po mi pantolla se pijame. Andaj bën, se zgjat më bën Allah. Po që Allah ndëroft, shkojmë një pauzë e shkurtër dhe rikthehemi sërish me emision Rruga e Ndriçuar me hoxhën profesor doktor Shefqet Krasniqi. Selamu alaikum të dashur miq të RTS, mirë se takojmë sërish pas kësaj pauze të shkurtër me emision Rruga e Ndriçuar, jemi me hoxhën e nderuar profesor doktor Shefqet Krasniqi të dashur miq. Siç kemi thënë në fillim të emisionit, numrat kontaktues që ju të jeni pjesë e emisionit janë 046 220022, po ashtu emision Rruga e Ndriçuar mund ta ndjeqni edhe në kanalet personale të hoxhës në YouTube dhe Facebook. Hoxhë nderuar, garantien na bojnë me dhjetë që kemi në telefonat në linjë. Alo, selamu alaikum. Alo, selam aleikum. Aleikum selam, rahmetullah. Allah Selam aleikum, hoxh. Aleikum selam. Jam jetem, e kam një motër të smut prej epilepsis, ashtu besoj shme në fillim. U kanë më të smut prej familjes, ama gjithë i bike në shpet fekt e kur në rrugë. E kur nuk ka bortit, veç u lëshojke dhe i bike të fekt. Ama kur ja kom nisë me mësu doft për më falë për herë të parë në 2018, dhe kur i ka ratë fekt, thash me vete t'jaknoj. Edhe atëherë nuk besoj shanë kësi sene, se thësha është e smut, e ka epilepsin, edhe vendosa jaknova. Edhe filloj me bërtit, me piskat, me të modhe, u qu në përdhoma, rahat su bëjke, edhe atë ditë e kum kuptu që është e sulmume prej gjine, prej asaj dite që ja kum kënu doft, kur ditë mira s'kemi pas gjithmonë këshyr veç keq me bas, sa herë ja knoj doft, këshyr mirat fek me zër, po doft janë nalin të fitin, ama është probleme që po del shumë pi bjen të fek në për rrug, e ka shkat rrug kejt, nuk den kur gjas, nuk den mu pastru, as heq unë jem halt madh, as nuk ngan, as heq mos i do mos me mu ka problem shumë, mu këshyr më mzhduk, zdi qka i pengoj onë e marrë boll me të mire, ma motër se zbon kështo, zdi qka me ba, mos Falë, hoxha ju pyetje sa vjeçar jeni, sa vjet i ke? Unë i kam 25 vjetë dhe jam jetem, e veç me to mirna. E qysh jetem 25 vjetë? Qysh? Qysh pse po thua edhe jetim edhe 25 vjetë? Ku ka jetim 25 vjetë? Po nana më kalon 20 vjetë. Ty të kalon nana 20 vjetë, kër i ke pas? Po. Kër ki babën? Baba është i martum me tjetër. E tani ti veti për thu jetima? Na kemi hik shumë, me hi fell. Leti, s'ka asë se fell, asë... Jo, s'ka hi veç për që të motrën, po se me dekina me dek kejt, për nanën e kum pranu. Ama veç për që të motrë s'po di zgjidhje që ka mi bëma. E kum pas të plot hoxhëllar këta, hoxhëllar plot pa aftë. Nuk dishin as, nuk mëjshin me duru arrogancën e saj, se shumë arrogante është, mos i do mos
Te unë shumë, këshyrë më mzduk, qysh thash. A ke pas Se të unë i mjeko? koli regulesh 5 A kote ke pas të mjeko namazë. i motër, shkurt? Po e kum pas. Që ka thënë mjek? Mjeku, po e kemi pas në fillim kur u ka nona gjallë, peshere kemi pas nuk e di ke mjeku se qka ka, analizat këtë mirë, këtë krytja që të ke mirë. Tamam. Mirë, Allah shpëlbej, Po. ta që merë një këshill prej hoxha. Dhe që e dishta Po mi qartë. thonë hoxhës, mos po hinë gjëna se për të mirë të soj, se sa her del kjo në për të lutna për dhoni më ro shumë depresion, qaq po thëmë për gjona i sana, për shkelja i Të qartë, kërë. Allah ndërrov, ta që merë një këshill prej hoxha. Faleminderit shumë. Selam aleikum. Hoxhi ndëruam. Një këshill për këtë motër, Allah po për alem gjithë kjo. që janë Allah alem, Zotë dhe më së mirë i parë. Unë dëshej që ka për i gjënëve kjo. Zotë dhe dënë. Së mund dhe psikike. Mund tjetë epilepsi, lloj epilepsisë. E nuk do thot pa tjetër, më janë njëse bërtit në epilepsi. Ane pse kjo është fushë e mjekëve specialistëve veçantë, neurologëve, psikiatrave, të cilët mirë me këtë fushë. Është punë e tyne ajo, dinë me klasifiku smundjet, simptomet, pasojat, shkallët e tyne, është fushë e tyne kjo. Për atë, do të më ndjekë rrugë mjekësore, me të që herë të një mjek e herë të një mjek. Analizat nuk të regojnë që e s'mund të në kry. Të neurologu, për të hashkat me analiza. Neurologu, psikiatri, me simptomat a i din, arrin të zbulojnë smundjen. S'krym punat e analiza gjakut e urinës, kushte normale edhe nuk kërkojnë. Pra do të mi bo me që qiken të ata mjek nëse ki dikën që më në qanë. Pas ka që të haqëllarët mi bo rukje në regull është e punë, s'ka gjatë keqe. Por nga njëherë, ndoshta edhe mjekët apo psikiatrët, nga njëherë ndoshta edhe përtojnë me marë, ose nuk të regojnë që smundja ka bot vetën. Sëkur se smundja fizike, nëse ka bot vetën, ka bot venën, që të thujnë mjekë, të thujnë që punë e kemi gjetë, a mu e vanu. Në mushim e të amaj që në kontrol që të na konsiderojmë vetën të sukses shumë. Për mësë me luan më avancu. Më rapa, shansë nuk ka me këthy, vesh ndashtë suti. Apo? Po, kështu ka shkenca. Ndasha i zemrës, ndasha i mëshknive, ndasha i tensionit, ndasha i syve, ndasha i veshve, kështu më radhë. E i veshve, i milqise, kështu më radhë. Thët i vanu, ka bo venë smuja. Edhe në trut një i të njëa. Edhe smundë psikike, mund të bën venë, e që bie dëm të në trunin edhe bën vendin e vetë, edhe mo veç e gjeli kur t'i vjen. E në përmjet barnave, terapive, me majtë në kontrol, mës me bët vra, mës me lanë vrash, me lanë ma të but. Këtu e lamdela jenë mëndësid, s'paku për një pjesë të madhe të pacientave. Por për shumë kënë, për më këthim rapa me shëru,
të shumë njerëz nuk munden, nga se smundja ka bot vetë. E që i bije tash, Zoti ka dashur ai me ndodhë. Dhe dhe me pajtu me te. Po, është e randë më shumë se sa smundja fizike, e tani nga ana pozitive atje nuk është ngarkuar me obligime fetare, gjëna nuk hejnë, lapsi nuk i shëna, në ka ma let me fitu gjenetin, subhanallah. Jenë disa sot ati kofshin falë, sprovë këtë dënja o krejtë. E që thaj këtë mënale 2 fjallë që tha motër e tim përmendu 3 herë, më ka dekna 20 vjetë. Qysh ka dekna 20 vjetë time. 20 vjetë, tim më në ke mujtë me kanë nanë e me pas minë 5-6 vjetë. 6-7 vjetë. Qëfar jetimit? Jetime nuk është robi kër i des nana. Jetime fëmijë është kër i des baba, e para. E dyta, jetime është fëmijë kër i des prindi, baba, ende duke qenë një moshën nën madhore, i vogël. Momentin që hynë moshën madhore, në fjallë popullët, hynë në bilyk, a i më nuk ka është jetim. Nuk ka jetimaj. Dhe nuk i ka ato farë beneficioni, privilegji që ka jetimi. Nuk i ka. Për ata në jurisprudencën islame, këtë çështje është shumë e detajuar. Sepse ndëlidhen shumë mesele. Shumë! Duke filluar nga ana e obligimeve të namazit, duke filluar, duke vazhduar atje me martesë, duke vazhduar pastaj atje me mbikëqyrje për jetimin, pastaj duke vazhduar me për të martesave, që ceka, të shit blerja, pasionit të një ka lanë prindi, e ka trashëguar për i prindit pasurin. Derisa të është nën moshën madhore, shariatikisht nuk ka të drejtë me dhanë fëmijët pasionin, anë pse është e tina. Por do të me prit derisa të hynë moshën madhore. Edhe i e vetëm kaq kjo është kushti i parë, për kushti i dytë me tregu pjekuri. Me tregu pjekuri, që është e pjekëm psikikisht. Nga ana fiziologjike o poq, sepse hynin moshën madhore, por nga ana psikike, a o poq, apo ende vazhdon të jetë fëmijë, e që nuk kupton nuk ja din kemi jetin vlerën parave dhe humb, e shkatërën parën. Tek ana atje veprave nëse i bën veprat penale, del dikën e rrehe, myt krejtë, qëllon arrogantaj, dhe është në moshën madhore, nuk i shënën kalimi, gjykata nuk e dënën. Mund të qërtoj një qërtim të vogël, por nuk mund të ndëshkoj me ndëshkim të plot. Dhe shumë sene tjera të ndëlidhura me këte të qenurit e tia po të sa jetim. Dhe se më ka dik në 20 vjetë, s'ka të bëjke jetim. As ma pak kër i ka dik nana e jo baba. Jetim kër të des nana mbetet shtaza. Hajvani është jetim kër i vdes nana. Insan është jetim kër i vdes baba dhe është në moshën madhore. Kemi një telefonat në linje. Selamu alaikum. Wa alaikum salam, rahmetullah, barakatuh. Allah është shpëleft që keni telefonuar, keni pyetje për hoxhën. Po, faleminderit shumë për pranimin e telefonatës, por shpreh falënderimet më të mëdha për hoxhën për këto këshilla që po na jep. Kam faktikisht shumë pyetje për hoxhën, mirë po për mos më marr kohën, më jap respektu kohën e ju, kisha zgjedh 4 ndërto që janë kanë shumë të rëndësishme për mua. E para është a pranohet abdesti me flak me gjell, si lyna me gjell në rinia për shembull, a lejohet ajo puna? Pyetja e dytë është unë jam gërbet dhe punoj me bajtjen e mobileve. Shumë klientë tonë kanë shtazë, shtëpiake si qenë ose maca, edhe nga njëherë në rrokën kimit e tyre në për tesha tona. A lejohet më falë me që ato tesha, apo du të më pritit këthejmë shpe? Pyetja e dytë është, nga njëherë ka të falem përzihen rekatet. Nuk e di për shembull, po thëna vakti a shumë dhe këmë falë 3 rekate, këmë falë veç 2. Edhe pyetja është, unë shpesh herë vendos me përsëri se
në atë bindjen time kam që nuk ja vlen me hub në namaz për gabimet e mia. Çka rekomandoj hoxhën në këtë rast, edhe pyetja e katërt për mos më marr shumë kohë është, a lejohet me jap zakatin një studenti që është të studiu edhe nuk i ka kushtet, për shembull për me financuar studimet e vetëm. Lejohet zakati për student. Tamam. Allah i shpëbleft. Faleminderit shumë, ju dëshiroj gjatë mirë, faleminderit shumë për emisionin tuaj. Zotë të Selam rujtë, aleikum. dasht, pyetjet e ki shumë të mirë, dhe atë inshallah je dhe vetë shumë i mirë, Zotë të bëftë edhe më të mirë, e të rujtë, ty e familjen tane, nga çdo e ligë dhe keqe, ja Rabbi. Amin. Zeqat për janisim për i të fundit, dhënjen e zeqatit, studentëve, talebeve, studentëve, nëse janë të varfër dhe nuk kanë të ardhëra të mjaftueshme për shkollim, bën mjavdhan. Por jo nëse kanë të ardhëra të mjaftueshme, çfarë do shkencë qoftë, qoftë edhe për fe, nuk bën mjavdhan. Përpara kanë thënë, talebes kanë pas për qëllim ati që mësën fejnë, bën mjavdhan zeqatin dhe sadakatul fitrin, edhe nëse hanë me lugë të dukatit. Kështu tekstualisht e kanë thënë. Dhe kjo është gabim gjithë ditën e gjithë natën. Kjo është gabim. Kjo është kundërshtim me normat shariatike, respektivisht me ajetin koranor të surës e Tobe, ku Allah Azza wa Jall i cek 8 llojet e njerëzve të cilët e meritojnë zeqatin. Në asë një lloj, për ty në të lloj nuk futet ai i cili është talebe, është student, ka para mjaftueshme sa që hanë edhe me luk dukatin, në kuptim figurativ ka para tepër, ballë mjaft sa dush, mja dhënë zeqatin. Jo, askund nuk futet kjo. Askund nuk futet. Me çfarë drejtë merr ai zeqatin, veç që është talebe. Vetëm nëse ka nevojë. Vetëm nëse ka nevojë. Lutem. E që bie futet në grupin e fukarave. Ose aty në që janë në rrugë të Zotit. Më në fut edhe atje. Në rrugë të Zotit, ama që ka nevojë, kësë ka nevojë. Kësë ka nevojë. Pra, tash, unë, edhe njëm talebe. Nuk jem student, për jem talebe. Talebe studios. Edhe do të vazhdoj të jem si tillë, inshallah deri des. Inshallah, Zot. Çfarë dallimi kam për aty nane? Veç është më i rijaj. Jo kam një pagën fakultet pa mirë, edhe ai nashta ka pagën për babës vetë, ose ka biznes ose. E me çfarë drejtë tash për nisë për vetë, çfarë drejtë marrë zeqatin në? Veç jem talebe? Ja, Maria. E Maria. Nga se tarat e mija mjaftojnë mu. Dhe në kam haram me marrë zeqatin për vete, për fëmijët mi. Kam haram. Pra, nëse është i varfën, te ceke, po. E varfën i bien nuk ka të ardhën mjaftueshme haj për shkollim. Po jep e zeqatin. Po nëse student dhe ka pare bëllë ju, qoftë student i fesë. Tamam? Mirë. Pyetja tjetër, të përzire reqatëve, 3 apo 4, the përsëriti prap të gabim. Këto është gabim, sepse për ja bën qefin dreqit. Mu qëtohen, e dën dreqi. Përzirja e reqatëve është për shejtanit. Për shejtanit. Shejtani shkan e thët robit i fale 3, fale 4, fale 2, fale 3, fale 2, fale 3, des ta mashtran. Ose, fillim ja kujto namaz, atë kujtohet këta, atë kujtohet kja, atë kujtohet kja, des ta fokuson diçka, e ta harran se në reqatër.
për atë, ndash më kujtu diçka, më kujtu diçka që të ka hupa, po që do me ditë që namaz, vetë kujtuhet. Ta kujtu dreqi, për me ta prish koncentrimin, me të shpërqendru nga namazi. Sepse për të malet është, me të mësu diçka tjetër, se sa më falë namaz. Namaz është me erane për te. Për atë thuhet, është sekur, se transmitim kështu, nga Ebu Hanife, Allah pas më shëruar, se për dire se ka qenë me talibet e vetë, të i shpjegu të majtë mësime, vjen janë thëtë, o imam, o hoqë, o imam. Thëtë mu më ka hu, e këmë shef dikon një qëplira, një pasoni, që di, ku e këmë shef nuk di. Kur, zdi. Dhe ke pas gjatë shumë, thëtë që falë natën. Dhe në zanset e tina që ditën shumë, që ka të bëjke, që falë natën, njërë për të këmë për qëplira. Ose pasërin thësarën që ka pas, e ka fut dikon. Qa ka të bëjke me te? Por, nuk e zgjatën, dhe kë nuk e zgjatën ma shumë, nuk e komentoj, vazhdoj mësimin. Të nesër me në erdhaj, edhe me veti një pjesë pasonisë. Dhe e gjeta. E qështë e gjete? Tha se me hi namaz. Natën. E më koncentru namaz, këtë më karan mërë kë e kam. Fill! Bjen me. Qështë e ranë me? Për shejtani a kujtan. Ta kërë të rëgejtë zansave ti, ata e kupton se që ka dish me thonë imami. Pra imami i shejtani mallkuar është shumë i kujdesshëm që neve të na përzi namazin. Për atë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka lidhë drejt për së drejti me shejtan. Dhe ka thonë, nëse robi dyshan, nuk di, a i ka falë 3 a 4. Feljatruhi shak o ljebni alel jeqin. Le ta largan dyshimin, le ta ndërtën namazin bindjen e tina. Që i bije kja? Kja i bije, nëse dëshej namaz, a jem të falë 3 a 4. Por dëshimi nuk është 50-50. Po dëshej 20%, 30%, muj me kanë në tretën, po një 70 jemi bindë që më të 4-tën. E vazhdejt 4-tën. Tamam? Ose të kondërtën, e bëjmen që është të treta. A në pëse në është të tretën, për bëj për 2 herë, se këmë bo një. Po në nuk për dijem 3-tën, 4-tën, për këthine në 3-tën. Sepse mendje ma mërë më shumë që jem në 3-tën. Mirë. E pas taj falit 4-tën, pas taj bëj 2 seshte, se viseshte. E pejgamberi kanë thënë të hadithit. Nëse e ke falë tamam, elhamdulillah për Zotit, e ke falë tamam. Po nëse ke falë një ma shumë që ndodhe, ke falë një ma shumë, atër ke tërgjime li shejtan, është mja thihun të shejtanit. Kështu që, sa e ka habit namaz, e ka shpërqendru. Kështu që prishja e namazit për faktin, arsyen, se po habit në namaz, nuk për di, e kam falë 2 a 3, është gabim, dhe është përgjigje me bëjt qefin drejqit. Halli është me vazhdu namazin, por më kujtu cila për ta mërmenja ma shumë, me vendosë që atë, e pastaj me bëjt 2 seviseshtë në fund, edhe katje. A ka mundësi 2 pyetje të fundit që kemi shkurtimisht, se kemi në telefonat. Për punën e namazet me gell, tha, namazet me gell, flekt me gell, flekt me gell, për punë të abdesit, është banë, sepse mënet një pjesë të lëndet flekve, nga se gell nuk ja banë komplet flekt, mja bloku, mja qitë një farë laki për mi, një shtresë. Jo, për një pjesë për para,
ku duket më frerë pak, se duket më frerë pak e kanë që ashtu kanë do kanë do djemë që ashtu, pa gëllën dalin për shpisa ata, se do të më duket bukur ata, do të tebe. Anda avdesi, agostlis bën, avdesi bën. Ndërsa përselja tjetër, vetëm do të prek një pjesë ku flakët janë pa gëllë. Jo këtë veç për mi, për një pjesë me gjithë ku pa gëllë. Nëse është i bën këtë flak me gëllë? Nëse flak komplet, se kërkon së depërton, ja zban, se se ka lakë. Ndërsa tek në sprekja qenit me trup, masa sprish punë, nuk është në dytë. Me trup, nuk është në dytë qeni me trup. Qeni është në dytë se të prek me gjuhë. Por jo me trup. Me trup nuk prish punë. Faleminderit, Allah shpëleft. Kemi edhe telefonatën e fundit. Selamu alaikum. Aleikum selam. Shpresoj që pyetja juaj të jetë shkurt se minutat e fundit i kemi. Po, e kam shumë pyetje në shkurt. Hajde bismillah. Kam fillu në muajin maj me leximin e Kuranit, i kam mësu krejt shkronjat arabe, mirë po bashkë me hoxhanicën, mirë po për shkak një punës që ju ka dasht hoxhanicës, na u ka dasht në ndërprej për 3 muaj. Tash kena fillu apet me lexu, unë nuk kom pauzu asnjëherë gjatë këtyre 3 muajve, kom lexu normalisht pa korrigjimin e hoxhanicës, po kom lexu sa kom mujt, një faqe çdo ditë, ka një ditë gjys faqe, ka një ditë 2-3 faqe që shkom posku. Tash kena fillu apet me lexu, mirë po për shkak që saj pauzës, mu ka bu shumë marak, mos kam hin gjëna, a kam gjëna, a me fillu prej fillimit prap, a me fillu që aty ku kena met, që ka që bota. Faleminderit shumë, Allah ju shpërbleft. Allah i beqatof. Selam aleikum. Allah i trojt, nuk ke nevoj, nuk ke arsye me hin gjëna, sepse ke lexuar librin e Zotit, sepse ke bërë të mundurën, e robi është ngarkuar me bërë atë që mundet, e jo që nuk mundet. Ti ke bërë atë që ke pasë në dorë, që ke mujt me ba, me lexu që shke ditë, dhe vetë sevap ke me emër të Zotit, e vazhdo me mësuesen, Allahu të forcoft në hifz, e të forcoft në lexim në Koranit, në mënyrë të shëndosh, ja Rabbi, e të rujty dhe tanë musliman. Allah ndrohet. Hoxha ndrohet, kam një pyetje që më porositë me lexu. Thot me pyet Hoxhën, a është i vërtet hadithi Aishës radhiyallahu anha se kemi marrë gusën në një enë bashkë me Resulullahun dhe e kemi obligim edhe na ta veprojmë në njëjtën gjë apo jo? Po, hadithi është në Muslim. Pejgamberi Aisha radhiyallahu anha jemi pastruar pejgamberin sallallahu alajhi wasallam në një ina, në një enë. Ka për qëllim në një enë, merë një kofe, merë një enë, dhe me shti tasën. Ose pa cerka që konë të një herë? Pa cerka që konë? Po, por nga një ka shti edhe dorën. Ka shti edhe dorën, për ata në kësë rasë është mi la durët jashtë një herë, e pas të eshte dorën si kofe, për dorën si tasë. Dhe kjo ulemat e kanë cekur këtë hadith me të regu se futja e dorës personi që është gjënëb i papastërt në ujë nuk e ndyt ujtë. Nëse nuk ka ndësirë në dorë, nuk e ndyt ujtë. Tamam? Ose Aisha ka mundur me qenë me cikël mujor, më pastru, dhe përdor ujtë, po dhe pejgamberi një të kohë pastruhet, nuk e ndyt ujtë, asë është ndyt. Gjithashtu, hadithi merret për bazë, që nëse një sasi e ujtë të përdorur, derdhet në anën ku është ujtë, nuk e bën ata të papastërt. Nuk e bën të papastërt, por vazhdon ai ujë të jetë i pastërt. Gjithashtu, hadithi me kuptu se nëse i shtina dur të ranë në një enë, por për përsëris duke me se pas ndëtësina në dur. Nuk kem ndëtësira në dur, por dikush ka në vim pastru në trup krejt, apo me marrë abdes, edhe e që me shtina dorën. Unë nuk më pana për venet botës,
Ko më kujte ke mu qike që ka me prokot pejgamberët, dhe se pejgamberi me një andë vogël, e kom pa muslimana për gjamia, sa që këta ulinë e jonja, su në gjamia tona që këta vajtë, thënë shadrëvana? Shadrëvana. Po, por pa qeshme veç ujë që të mushët, edhe këta ishte ishin dorën, që janë ka bojë mare, ishte ke dorën, këto si tas, edhe lajke dorët, ishte dorën lanë dorët, me shte dorën, i qëtë në këta, edhe fërkanë sytë. Ranë gjemati. Je vene, plët vene, jo një vene për shumë vene kam pa. Dhe kjo fetarish është në rregull. Nuk i prish punë. Po. Hoq, Allah ndëroft, Allah shpëbleft. Lusim Allah në gjallë shan të ju shpëble juve dhe gjithë dhe gjuhës dhe të shikuese që në ndjekin. Amen. Dhe që për sonte, ishte mjaftueshme në bënë halal nëse të kemi lodhë shumë, shpresoj të takohemi javë në ardhshme sërish. Të dashur mish, duke lutë Allah në gjallë desha në urtë ju shpëble dhe duke ju falendruar. Shpresoj të takohemi javë në ardhshme. Mirë në beqësi, selamu alaikum.